dhe kërkesave të saj dhe për një qeveri të opozitës. Do e kishtë përkrahur, pra përveç qeverisë të opozitës, po të kishtë qenë mundësia e formimit të saj, jeni për edhe planit të LDK-s të cilin e kishtë prezentuar pak ditë më parë? Sigurisht zoti Haradinaj që në ditët e para ka ofruar mundësinë votat e Aleancës do të përfshin për një qeveri të opozitës, po as të një lloj kushti, po as një lloj kërkese për pjesëmarrje në qeveri, vetëm që të bëhet një qeveri nga opozita, gjë që kjo pritet pas dështimit të të kurtit, pastaj partitë PDK, LDK të arrijnë një kompromis dhe votat e Aleancës sigurisht do janë, por në bisedat e lira që keme me deputetët e partive pakicë, jo lista serbe, po pakicë tjera, pothuajse të gjithë të gatshëm kush i bën shumicën me dhënë edhe votën. Po sa i përket planit, propozimit të LDK-s për një qeveri të unitetit, jeni për apo jo? Dhe si keni parë 15 pikat e kësaj partie? Përveç me të drejtën nuk më kanë bënë ndaj përshtypje dhe nuk i kam lexu, për të qenë pjesë në listë ashtu të zgjeruar ose në koalicion, se për vjen një koalicion i zgjeruar, si qeveri unitetit, sikur kur ishte në vendosin e atër dhe e këshin vonë votat e vendosit, më thonë edhe gjatë fushatës, por edhe mbas fushatës, në asë një rrethon, në asë një shmim në një qeveri me zotin kurti nuk bëjmë. Ditë më parë ka pasur edhe një propozim që zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme të mbajnë në të njëjtën ditë bashkë me ato